Ferhat Shala nga radhët e ushtrisë qendrore të Kosovës e deri në sallën e kuvendit, mbetet një nga figurat që ka kaluar 3 faza kyçe të historisë së re të vendit: lufta, angazhimi politik dhe rindërtimi ekonomik. I lindur në fshatin Vuçak të Drenasit, Shala u formua profesional si inxhinier i zetarisë dhe metalurgjisë, për të vazhduar më pas me studimet e avancuara në inxhinierinë mekanike dhe doktoratur në shkencat teknike. Gjatë luftës, ai u bashkua UÇK-s në zonën operative të Drenicës. Pjesëmarrja e tij në aktivitete përkujtimore tregon se kjo periudhë mbetet një pjesë kogja e rëndësishme e identitetit të tij. Pas luftës, ai u përfshi në industrinë minerare, që nga viti 2008 deri në vitin 2012 ai e drejtoi Trepçën, duke arritur një stabilizim financiar, rinovim të kapaciteteve dhe kushte më të mira për punëtorët. Më vonë kaloi në politikë dhe u rreshtua me PDK-n. Ka shërbyer disa si deputet dhe është fokusuar kryesisht në çështjet e ekonomisë, industrisë dhe sektorit minerar. Sot, si një figurë publike dhe deputet, Shala ndërthur përvojën e luftës, njohuri teknike dhe punën institucionale, duke mbetur një nga emrat më të njohur në jetën politike të Kosovës.